fraza më kryesore e Ursula von der Leyen është kjo: Europa përballet me një rrezik të qartë, pra kryekomisionerja, kryeministrja e Europës, rrezik të qartë, ajo shef ka informacion goxhaj. Dhe për këtë arsye Europa do të jetë në gjendje të mbrohet dhe të vendos Ukrainën në një pozicion që të mbrojë veten dhe të nxjisë një paqe të qëndrueshme dhe të drejtë. Koncepti i fundit për këtë minutazh, duke mos e lënë Ukrainën të falimentojë, Europa ringrihet. Ose që Europa të rimarri pushtetin dhe vëmendjen në kufit e saj, le të themi natyral, i duhet të armatoset dhe të jetë një partner, po e quaj kështu, negociatash i barabartë mes dy luanëve të botës. Ta vëmë Ukrainën të luftojë deri te ushtari i fundit, sa na hapin edhe Ukraina na duhet ta mbajë tipike europiane. Është tipike europiane, pra derisa të mbaroni juve. Ne përgatitemi për tradaktiva se edhe mashkulli i fundit të Ukrainës deri mbetet në këmbë, na jepni kohë neve të armatosemi neve. Nga ana ekonomike, se këtu bëhet më shumë për qasje ekonomike mbrapa. Europa mund ta pranojë dhe ta tolerojë në aspektin e dobësisë ekonomike që do t'i krijojë me një pakt të mundshëm që flitet që do të bëhet së shpejti me minierën e Ukrainës poshtë me gjithë pasuritë minerale. Po me cilën minierë të Ukrainës e minierët e Ukrainës i ka marrë Rusia, s'ka më. Po pikërisht, pra ky është dhe pakti, sepse aty janë dhe materiale të rëndësishme. Rusia, ku del çoj, del Amerikës, nuk e di si do ta bëjnë, ne nuk e dim çfarë pakti do bëjnë. Që në tetor dhe qeveria franceze është në negociata me qeverinë ukrainese për përdorimin e mineraleve të rralla. Sepse çfarë ka aty minerale që ndihmojnë zhvillimin e teknologjisë, teknologjisë ushtarake dhe teknologjisë hapësinore. Që kanë mbetur Ukrainës as 25% s'është më, edhe nga 3 fusha litiumi që kishte 2 i zunë rusët para një jave. Tash ne nuk e dim si do të jetë marrëveshja këtu. Po cila marrëveshje? Rusët nuk tërheqin trupat nga ato.